dhe jam marrë gjatë gjithë kohës që është prishur sistemi e gjekte, jam marrë me bujqësi. Po kemi këto vitet e fundit, malli është për turp, ta hedhësh në lumë, shkoj derisa e mundi i fëmijëve, i gruas, i nusë të si familje, i më përshruar bujqësisë. Ju sa qep keni hedhur, sa kuintal? Neve kemi hedhur 5 dylum qep. 5 dylum qep. Me një rendiment mesatar 60 kuntal, kemi hedhur rreth 300 kuntal qep në lumë. Janë këtu kanë engur baktia, kanë një muaj gjysmë që pa baktia fshatit qep. Mundi dhe djersa kanë ikur? Kanë ikur gjaba, ku i thonë. Nëse do i llogarisim në shifra, sa humbje keni? Po, të llogarit me shifra, të paktën një 12 milion lekë. 12 milion? 12 milion lekë të vjetra, kanë ikur dhe. Sa e vështirë është kjo për një fermer që të gjitha shpenzimet e familjes i mbulon me prodhimet? Kjo është aq e vështirë për një fermer sa që neve po mbijetojmë me ashtu do me. Për sa vjen vit nga vit, po bëhet një problem i madh kjo punë. Kur në tregjet në përrethën për ashtu qepa është për shembull me shkrim 3 fish këtu në shit e parë, të hyrë mall në Shqipëri. Po sa e kanë kërkuar tregtarët qepën? Sa? Po tregtarët kishin oferta të ulta edhe e kërkonin gjë me 200 lekë. Po edhe nuk merrte me shumicë, merrte me pakicë. Edhe ka të ndisi këtu. Jo unë, po janë rreth 3 familje këtu që kanë edhe shumë mall në lumë. Si e shihni të ardhmen tuaj në bujqësi? Po të ardhmen tonë në rast se të vazhdoj kështu, është shumë e vështirë. Shumë vështirë. Neve që jemi, unë jam marrë me bujqësi gjatë gjithë kohës edhe një time përpara se për sistemi, ne po i mbejtojmë me ta mund me ta djesë të madhe e këse punë. Ku t'i bëni thirrje sot? Po thirrje i bën gjithë fshatarëve në radhë parë, që të ngrenë zërin e të kërkojnë të drejtën e tyre se u dojgjëm djellë edhe të gjithë fshatarëve, duke u bashkuar të gjithë. Po institucioneve? T'i vjen gishtin institucionet kokës që të marrin masa për të punë. Shumë sondimet kanë ardhur nga Bashkimi Evropian, nga të vendet e botës, i kanë vjedhur, i kanë shpërdoruar, si vetë hoqën e skemën e naftës, e hoqën të do Jeni të zhgënjur me pak fjalë? Po, të zhgënjur plotësisht, 100%, jo me 1% e të ullët, nuk është shumë e vështirë. Do mbillni më qep? Ka mbill gjendë. Ke mbill? Ka mbill gjendë. Se i bie që unë mundohem që kjo që rri mos më përzetu nga vendi. Ose ajo që të vi. Të rri këtu me familjen, me grua, me fëmijët, të gjyshit tim, mos e me babaj tim, kanë engur dynjan me atë sistem për tokën, për bujqësinë, që kanë qenë bujqës që nuk kanë mbetur edhe në kohrat e para, i ka zënë zije bukës, kanë prodhuar bukë, kanë prodhuar tëra, dhe ne të mbijetojmë këtu. Faleminderit. Të rrimë. I ka hedhur atë nga lumë, janë e fuqe sportit. I hodhi. Nuk jo shit me hodhi. Vërtet, jo me gjenjeshtra. Po sa qep janë hedhur, sa kuintal qep janë hedhur? Kush i peshovi me? Dëgjova për në teatri këtu se vetë nuk e di eksakt mas gjenjej se sa ka hedhur, po meri morkë ka hedhur. Sa e vështirë është kjo situatë për gjithë fermerët që punojnë? Shumë keq. Shumë keq. Si e shikoni këtë situatë? Shumë keq. Për të ardhmen e fermerëve? Shumë keq. Se si do t'i bëhet halli, qeveria e di këtu. Presim të mira ka qeveria. Çfarë? Po, tash edhe ne si di ma që ajo i di më mirë. Gjela, si bëhet më mirë, ashtu le ta bëjnë. Po punojnë në tërbehar, po vdesin janë në tërkëvap që ta shi. Edhe i hedhin në prejnë. Sa e vështirë është kjo për fermerët? Si se është e vështirë? E për ne pleshtë është e vështirë, pa pension, pa gjë pregje me 100.000 leka për rojnë. Si? Rojt me 100.000 leka? Rojt. Qa të bëjmë, ilaçe të bëjmë? Është një situatë e vështirë për fermerët, po thoni? Për të tërë, për fermerët e për pleshtë të tërë e vështirë.